Fëmijët e lagjes Drenovec, që ndjekin mësimet në mejtepin e xhamisë së kësaj lagje, përnder të festave të nëntorit, do të zhvillojnë disa aktivitete. Këta fëmijë në udhëheqjen e imamit të xhamisë së lagjes Drenovec, Luftim Deari, përnder të 22 nëntorit, ditës së alfabetit shqip, vizituan familjet e dëshmorëve të rënë në konfliktin e armatosur të vitit 2001. Qëllimi kryesor është që ne t'i mësojmë fëmijët që ata ta duan atë dheun dhe kombin. Feja asnjëherë nuk ka qenë problem për t'i penguar aktivitetet fetare dhe kombëtare, por gjithmonë i ka stimuluar ata. Ne si xhamia e lagjes Drenovec, në krye me mua bashkërisht me këshillin e xhamisë, këshillin e prindërve dhe si që shihni mbas këto fëmijët, kemi organizuar që gjatë këtyre festave që ne të jemi më shumë aktivitete dhe ta gjallërojmë më shumë festat e nëntorit. Do të bëjmë edhe një vizitë të familjet e dëshmorëve, ku sa i përket kësaj, ashtu siç Allahu ka thënë në Kuranin famuljar për dëshmorët, ata nuk kanë vdekur, por janë në mesin tuaj, ju nuk e shihni. Kështu që ne sot do të vizitojmë ata dhe t'u japim një mbështetje të sigurt se ardhmja e këtyre fëmijëve do të jetë mbështetja më e fuqishme për kombin edhe për fenë. Ndërkaq fëmijët së bashku me imamin u pritën nga Ali Mehmeti, babai i dëshmorit Ismail Mehmeti. Me këtë rast, ata i dhuruan edhe një pikturë me motive kombëtare familjes Mehmeti, ndërsa nxënësja Esila Karimani kishte përgatitur një poezi kushtuar 22 nëntorit. Manastir erdhën shkronjat, fluturuan lartë si shqiponjat. Me 22 nëntor 1908 u vendosën alfabet. Mitat frashëri i kongresit dhe Gerk Fishta e alfabetit. Sollën tinguj e zanore i këndojmë në ditë gazmore. Jeho sot o kitet i bekuar si që hon kënga shqipëtare. Manastiri sot na fali abetare mbar kombëtare. Kryefamiljari Ali Mehmeti është shprehur mirënjohës me fëmijët e lagjes Drenovec, të cilët me veshje kombëtare vizituan atë duke nderuar ata që ranë për liri. Po ju përshëndes nga zemra, mas pari hoxhën edhe këto të rinj që janë armëria jonë, që janë kujtu më na vizitu. Është një madhështie e madhe, kërkoj ndjes pak e prekshme. Shumë faleminderit, Zoti ju shpërbleft me gjitha të mirat. Në ndërkohë, fëmijët së bashku me imamin e xhamisë Luftim Deari më pas qëndruan dhe në dhomën e dëshmorit Ismail Mehmeti, ku dhe kanë parë nga afër eksponatet, kompjuterin, veshjet dhe motive tjera nga jeta e tij.